jo si dikush që e ka buzën perfekte, po e ka më të hollë, se ka format ndryshme të buzëve. Kemi buzë të holla, janë disa buzë që shihet krejt mishi, dhëm, venalt, kurqesh, do të thotë kemi format të ndryshme. Krejt do të thotë e bukura e estetikës edhe krejtën e tretmaneve është me dalë sa ma bukur në qatë format që ti je, që ti ekziston. Jo me u mundu me u bo si një figur tjetër dhe me metë mandin gjyst si kërkush do për qesharake. Ma se vesa më shkujti nana, s'tash ma boni tha edhe unë i kisha bo buzët. Kështu që unë s'kom qefeq me bua, jo? Nana mundet mi bo buzë, se nana nuk po di sa vjeqare është, mirë po me kalimin e moshës, buzët e hupin volumin. Edhe unë e kom moshatarit mija që i thom duesh pak mi mush buzët, skandalizohet unë s'dua si buzë, po ti nuk ki nevoj për buzë të fryme, ki nevoj për revitalizim të buzëve, do të thotë me u kthy buzë si kanë qenë para 20 viteve. Që ajo është, do të thotë estetika është art. Si estetika e pjesëve trupit, si estetika e ftyrës, duhet me dalë në pjesën më të bukur shka muj me nxerë prej saj. A më të reshtë, thash, po pajtona me mendimin tëm, po jë ndalë edhe estetika shumë të ndryshme, që ndoshta vetëm për marrin që aty një diplom, edhe po dalin, edhe po i rajnë vajzat për i gjenjen, ose qka të që tjetë, edhe për e nëzin, ndoshta një vajzë është shumë e bukur, i ka vijat shumë të mira, do më thonë që dikush që është i certifikum, po me ndaj me vitet e tëra, për atë punë, mundet me nëzirë të bukurën për i sajna. Kështu që jonë të e prish që ato estetika. Si për shambë dhe i thot vetit, jam kamarjere, bërsa është një rast, është kamarjere, një qikë që unë e një, nuk është blogera së kërgjo, edhe jo që pe përqeshi punën e kamarjeret ose diçka, se është punë shumë e madhe dhe që du të mja ditë vlerë na që na shërbej njerëzit, po pe kamarjerës ka dalë vetëm një muj ose 2 nëse zgaboj, e ka marrë për estetik dikun, edhe ta shti krejt njerëzit, krejt femrat, po mendoj që apo shkojnë aty, po i del jashta vetës. Me thonë del buza shumë jashta venit, del gunga këto, qka do që tjetë, po du me ditë që të pjesën, pse është të ndodhë? Kjo është të ndodhë sepse nuk ka kontrol, kur farë kontrol në tregun tonë, shtetin tonë kur farë kontrole nuk ka. Edhe nuk eksiston e shkollë 2-3 mujore e estetikës, eksistojnë kurse ditore, me një qmim shumë qesharak, me cilën ato për 3 orë e marrin certifikatën se janë din me... Estetiste. Po, do me thonë për një gjysdite mirët ajo certifikat, edhe mandi për një gjysdite e merë edhe një lokal, edhe mush Instagramin me fotografi. Jo, po, faktikisht që e mbush, falë që për të ndërprej, po e mush aja është një, plus edhe bën një foto naturale, po menoj jo naturale, po që është me ndërhyrje, plus shkon intervenon edhe me face app edhe i herma shumë, së është të judok shumë pak. Edhe mandi del një genjeshtë shumë e madhe. Po kjo është paka shumë edhe në çështjen individuale, unë para se me vendos me bo diçka, unë kam qef me hi me hullum tukun api a besej punën. Veç tash duna me spjegu